Në fshatin turistik të Zvërnecit në Vlorë, mbi 300 familje vazhdojnë të jetojnë në mungesë të ujit të pishëm, një problem që zgjat prej 30 vitesh që nga periudha pas rënies së komunizmit. Furnizimi me ujë është tepër i rrallë, vetëm për rreth 30 minuta në javë, shpesh me presion aq të ulët sa nuk arrin të mbush as depozitat shtëpiake. Banorët janë detyruar të blejnë ujë me autobote apo në bidona, duke e kthyer këtë shërbim bazë në barë ekonomike të përditshme. Zakonisht keq. Ma shumë keq, kur themi shumë keq, duhet të kuptojmë fjalën shumë keq. Se njeriu nuk ka nevojë vetëm për të pirë, atë se po e blejmë për të pirë, atë se për të gatuar, po duhet të lajmë teshat, ose fillova nga e madhja vetëm më të e vogla. Duhem të lajmë kamët kur flemë dërke. 30 vjet po se mon. Dikush le të sot 10 ditë, dikush të sot 15 ditë, erdhi 2-3 ditë dhe sot i trevale këto. O them ka që kur filloj demokracia, ashtu quajtur demokraci, këtë kemi votër gjithmonë. Jo njerë, shumë herë, kemi vajtur tek të gjithë. Bile u kam hedhur edhe në internet në kështu të thënë ankesat dhe të ujit. Kur keni shkuar që keni bërë ankesën, çfarë ju kanë thënë? Shumë shpejt do ta rregullojmë. Më datën kaq do vi ujë. Bile na premtuan ku atë fundit se edhe më një shtator do fillojë një punim për Zvërnecin. Absolutisht. Për një shtator, unë harrova ti pyesja, për këtë shtator e këti lapi, për këtë që vjene, po për një shtator të tjerë që do vinë. Po si duket ata këshin lapi për shtator. Pra e ka lënë për shtator. Nuk u morë këtë shtator, shtatorin tjetër të presim. Nuk erdi këtë shtator, shtatorin tjetër. S'ka ardhur. Erdi nga një kovë. Kemi pasur gjithmonë. Gjithmonë e kemi pasur. Kujde unë si do vejali? Vetëm fjalë të mira dhe i gjë. Neve me shumë me puse, kemi puset edhe blejmat për të pirë. Po faturën e ujtë e paguani ju? E paguajmë. Dhe ujës ju vjen? Dhe ujës vjen. Në vjen nga pak. 10 ditë kishim pa ardhur edhe një qik dje, edhe sot edhe pak. Asë gjusëm bidonës më shumë se kështu. Keni kohë që vani nga mungesa ujë? Kemi, vëlla, kemi. Nuk është puna se kemi vojtër vetëm një vit, po kemi vite me radhë. Që kemi kërkuar disa herë, jo disa herë, po vit për vit, asë njeri nuk është përgjigje. Në ndërmarrje në sjesit kudo, dhe kur kanë ardhur ata për votime, për kështu. Tani kemi një 15 ditë pa ujë, po, tani, në tetor, tani. Pa gjithë beharin e s'kemi patur. Una vjen njerë, edhe tani, po erdi, për shumë erdi sot. Sefte, për 15 ditë gjysmore, tani për 5 ditë do marim gjysmore tjetër. Jo, çdo ditë gjysmore, po për 5 ditë të tjera do marim. E blim që të bëjë, atë ujë që vjen vetëm për të larë. Ja, për këtë roba vetëm. Për asgjë tjetër. Edhe ja, e pagova ujën dhe unë vajta në Vlorë, pagova, do me thënë 10.000 lekë e 600 do me të vjetra. Për ujë që s'ka ardhur? Ne, pagojmë këto, jo tatime, jo për këto, rrugët e për pastrime, për gjera kështu më shumë se sa për ujë. E blejmë çdo ditë nga 2 bidona, nga 800 që e blejmë, neve 1.600 lekë duhem vetëm ujë. Po duhem dhe për të gatuar, nuk është problemi atje për të pirë vetëm. Dhe për të gatuar. Këtë lajmë, kjo lagja jonë, unë për shumë këtë zë, edhe kemi blerë edhe me 20.000 lekë, gjithë beharin, edhe çfarë të them unë, si kanë dashur ata dhe nga ky ujë kanë marrë. Tu, bot ata s'kanë ardhur një të shikojnë nga vjen ky ujë, nga do ta marrën këtë ujë, nga do ta marrën. Nga tu, bot që kemi patur që atëherë që kam qenë në moshën 15 vjeçe, këtu që kam bërë kanalin, kemi bërë vetë kanalin atërës që kemi marrë tubët në përfshat. S'ka bërën ujë sjellsi dhe të vesh atje, ata duan të dinë fare. Ata thonë se janë ankuar vazhdimisht në ndërmarrjen e ujësjellësit dhe në Bashkinë e Vlorës, por deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete. Prej vitesh, kërkesat për ndërhyrje në rrjetin e amortizuar kanë mbetur vetëm në letra, ndërsa problemet përkeqësohen çdo verë me rritjen e konsumit dhe numrit të turistëve. Banorët kërkojnë jo më premtime, por veprime konkrete për të kthyer fshatin e tyre nga simboli mungesës në shembull të zhvillimit.